Ministri i Financave, Petrit Malaj, ka inspektuar nga afër zbatimin e skemës së re të kompensimit të fermerëve me 10% të TVSH-s, e cila ka hyrë në fuqi nga 1 korrikut 2026. Gjatë takimeve në Lushnjë dhe Fier, fermerët u njohën me procedurat e aplikimit përmes 5 hapave të thjeshtë në platformën elektronike e-filing. Duke filluar nga data 1 korrik, administrata tatimore ka filluar tashmë me kompensimin në masën 10% të produkteve bujqësore dhe blegtorale, të cilat tregtohen kundrejt faturave të rregullta tek pikat e grumbullimit apo në pikat e përpunimit. Sipas dhënave paraprake që kemi, shuma potenciale për t'u kompensuar ndaj fermerëve është në masën 13.8 milion euro. Ftojmë të gjithë fermerët të bëjnë aplikimet përkatëse dhe Drejtoria Rajonale do përpiqet të jetë sa më afër fermerëve për t'i ndihmuar për t'i udhëzuar që pagesat u kalojnë sa më shpejt. Ne ju kemi mundësuar fermerëve që në rast se hasin vështirësi për sa i përket procesit të aplikimit online, mund t'i drejtohen drejt për drejt shërbimit ndaj tatim paguesit në Drejtorinë Rajonale Tatimore më të afërm, në rastin tuaj në Drejtorinë Rajonale Tatimore të Fierit. Administrata tatimore është përpjekur që ta qeshtësoj maksimalisht procesin e kompensimit të TVSH-s në produktet bujqësore dhe blegtorale. Është një proces të cilin ne jemi përpjekur ta digitalizojmë maksimalisht. Është një proces i cili mund të bëhet lehtësisht nëpërmjet sistemit e-filing, ku fermerët mund të hyjnë në llogarinë e tyre, aty janë të gjitha faturat e rregullat tatimore të listuara dhe mjafton me një kërkesë të thjeshtë dhe me numrin e llogarisë bankare të kryejnë aplikimin, e cila pastaj më tej do të vijohet nga ana administratës tatimore për të bërë dhe rimbursimin drejt për drejt në llogarinë tuaj bankare. Skema synon formalizimin e sektorit dhe mbështetjen financiare të prodhuesve vendas. Sipas të dhënave tatimore, për periudhën janar-qershor 2026, vlera e shitjeve të produkteve bujqësore ka arritur në 13.5 miliard lek, ndërsa fondi i parashikuar për kompensim për këtë 6 mujor përllogaritet në rreth 1.35 miliard lek. Ministria ka kërkuar nga pikat e grumbullimit dhe përpunimit lëshimin e detyrueshëm të faturave për çdo blerje nga fermerët, si kusht për përfitimin e rimbursimit të drejt për drejt në llogaritë bankare.